Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falendrojmë Allahun te bareke wa taala, falendrojmë Allahun I cili e krijoi njeriu nga balti dhe pastaj I fryu nga shpirti I tij dhe I dha mendjen atij që të dallon e mirën nga e keqja, e dritën nga errësira. Kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriut më të mirë në rrezullin toksor, njeriut më të mirë në sipërfaqen e kësaj toke, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur dhe do ta ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit, duke lutur Allahun te bareke ve teala që të na bëjë për atyre të cilët do ta ndjekin këtë rrugë të vetme dhe të vërtetë, që është rruga e Allahut dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, nuk ka dyshim se ne jetojmë në kohë të turbullta. Në kohë të turbullta, në kohë të turbullirave, në kohë të telasheve, në kohë të problemeve, në kohë ku janë përzije mira dhe e keqa. Zërat janë të shumta, zërat të ndryshme. E mirë, e keq, njëri thot kështu, tjetri thot kështu, tjetri thot unë e kam me vend, tjetri thot unë e kam me vend, jo ti e ke gabim. Zërat të ndryshme dëgjojmë për çështje të ndryshme. Veçanërisht tash kur përcjellja e lajmeve, informatave anë mban botës ka arrit që të shkon, të interpretohet, të transmetohet në një mënyrë të tepër të shpejtë. Të zëra janë të shumta. Dhe rrugët gjithashtu janë përzi. Rrugët janë përzi, janë gatru, por e vërtet është një. E vërtet është një. Edhe pse jetojmë në këtë kohë të turbullirave, në këtë kohë ku zërat të ndryshme të islamofobisë, të njerëzve të dashakeqësve e kështu me radhë, edhe pse rrugët janë gatru, por e vërtet është një. E vërteta nuk ndryshon. E vërteta vazhdon të mbetet e vërtetë deri në ditën e fundit. Dhe ajo, ose kjo e vërtet, nuk gjendet me verbëri, duke I mbyllë syt ose me ignorancë, me gjahilet. Me gjetë këtë rrugë e vetme dhe të vërtet në këtë kohë ku shumë kollaj njeriu lajthi devion, në këtë kohë ku shumë kollaj njeriu dështon, dobësohet, në këtë kohë ku çdo kush flet dhe gjithçka, për gjithçka flet, çdo kush e ka marrë të drejtën të flasë për gjithçka. Dhe ku njeriu tash I përzihet e mirë dhe e keq që nuk I dini janë gatru rrugët, mos ta harron ai si e vërteta është një. Por për ta gjetë këtë vërtet nuk mundesh sy mshelur. Nuk mundesh sy mshelur, pra nuk mundesh me ignorancë, me gjahilet. Por çka? Vetëm me mendim të thellë dhe sinqeritet. Pa menduar thellë, pa medituar thellë, pa hulumtuar thellë, pa qenë I sinqert në atë për të cilën ti hulumton, studion, mëson, ti nuk mundesh ta gjesh të vërtetën në këtë kohë. Për sa çështje na keni pyet dhe I keni përsërit, a bën hoxh? Jo s'bën. Po filani ka thënë se bën. Apo? Ai ka përmend këtë argument. Jo për filani thot ndryshe, dhe ti je I turbullum, ti je I gatrum dhe nuk e din tash, a kjo është e vërtetë, a kjo është e vërtetë. Ti për ta dalluar e vërtetën nga pa e vërteta, dritën nga errësira, ty të nevojitet dije, të nevojitet dituri, të nevojitet meditim, mendim. Përndryshe me verbëri, me sy mshelsi ti s'u gjesh të vërtetën. Dhe kjo është Islami. Islami është hapi syt dhe beso. Islami është hapi syt dhe beso. Hulumto, mëso, kërkoj të vërtetën dhe pastaj beso. Jo mbyllë syt dhe siç të them unë që ashtu beso. Kjo nuk ekziston në Islam. Jo. Kjo ekziston në fete tjera, po jo në Islam. Allahu subhanahu wa taala në librin e tij familart na bën thirrje. Na bën thirrje për të menduar. Për ata që kanë mend, e të gjithë jemi njerëz të mendive. Të gjithë jemi njerëz të cilëve Allahu subhanahu wa taala na ka fal mend. Sigur mos kishim pas mend, kishim qenë diku tjetër. Nuk do të ishim grumbulluar këtë vend. Pra kishim qenë në klinikën e të çmendurve. Ne falë Allahu te bareke ve teala, grumbullohemi, tubohemi dhe nuk na ka sprovu, se është sprov për ata njerëz. Allah azza jalla ka mundsuar neve të tubohemi, të grumbullohemi, të flasim, të meditojmë, të sqarojmë, të qartësojmë gjërat, për shkak se ekziston ajo mundësi ta kuptosh kjo është e mirë, kjo është e keqe. Por kujdes se tash aftësia, kapaciteti për të menduar, për të koncentruar është shumë paksu dhe ka një dekoncentrim tepër të madh. Dhe nuk mundesh. Turbullum, robota, shkojmë në robotizëm.
shkojmë në hupje të kthjellësisë, shkojmë në hupje të vetdijes, shkojmë në hupje të inteligjencës, shkojmë në hupje të aftësive që ne ka falë Allahu te bareke ve teala. Për shkak se ti trurin yt, mendjen tënde, vetdijen tënde, aftësinë tënde, inteligjencën tënde, ti ja fal, ja jep me qira dikujt tjetër. Edhe ti ma vin një robot. Por Islami nuk është kështu. Allahu të bën thirrje ty dhe të gjithë neve që të mendojmë. Dhe thot: "Awalam yatafakkaru fi anfusihim?" A nuk mendojnë ata në vetveten e tyre? A nuk mendojnë ata në vetveten e tyre? Ne a nuk kemi ndalur asnjëherë pagës dhe ta pyesim vetveten dhe t'i parashojmë disa pyetje? Kush jam unë? Kush jam unë? Ne jemi musliman. Po besoni këto janë edhe disa pyetje edhe si musliman që nuk ja kemi parashruar vetit ton. Kush jam unë? Ti foli që vetvetet pagës. E keni ndëgjuar fjalën kur thonë ka nis me fol me vetveten. Po, me nis me fol me vetveten pagës. Ma mirë me fol vetvetit se sa me i fol TikTokit edhe me u fol rrjeteve sociale ku ja bën robotit të hujve. Me i fol vetvetit, me marrën llogari vetin tënd. Pse me fol me vetvetin? Sepse Omeri radiallahu anhu ka thënë hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merreni në llogari vetit tuaj para se të merreni një llogari nga dikush tjetër. E kur dikush tjetër të marrë llogari me u kry puna, ti vonë ke. Ti ma vonë ke, nuk ke mundësinë për ta korrigjosh, ta përmirësosh vetin tënd dhe për ti korrigjuar gabimet e tua, lëshimet e tua që i ke bë me vedi ose pa vedi gjatë jetës tënde. Pse jam këtu? Çka kërkoj unë këtu? Kush më solli mua këtu? Cila është kohë zgjatja ime këtu? Cili është rrugtimi im? Ku do të shkoj unë? A valla është kjo rruga drejt Allahut? A është kjo rruga drejt Allahut në të cilën unë heci apo jo? Ti si musliman, ti që namaz do shte edhe nuk fal, ti edhe në namaz nuk prezanton, ti që Allahun hiç nuk e kujton, ti që Kur'an nuk lexon. Nëse të ka pëlqet veti yt kështu me këtë gjendje situatën në të cilën je, foli vetit tan pagës. Kush jam unë? Pse jam këtu? Vallë, a është kjo rruga që më çon drejt Allahut? Çdo kush këtë pyetje do t'ja parashon vetit tan. Unë vetit tim, ti vetit tan. Nëse ne kënaqemi me gjendjen tonë në të cilën jemi, vallahi nuk ta bën halli. Nëse kënaqemi me gjendjen në të cilën ne jemi, edhe na pëlqejmë vetveti, edhe praktikimi i Islamit më sa e praktikojmë, vallahi kemi probleme me shpirtrat tonë. Apo thjesht është diçka që unë ndjeki atë që gjeta tek prindërit dhe te shoqëria ime. Kështu e gjeta, kështu e boj, kështu e bon, edhe unë e boj, ata e bojnë edhe unë e boj. Ku shkoj mileti, shkoj edhe unë. Çka bojnë ata, boj edhe unë. Val, a kjo është rruga që të çon tek Allahu? Apo është vetëm një imitim i verbër, ose verbrazi? Je duke imituar dikë që bon diçka dhe ti s'di se çka bon dhe pse e bon. E kur ti pyes si shumë njerëzve on, pse di vallahi, ç'është e kena gjetë? Çështu e kena gjetë babon tim, thotë e kam gjetë çashtu, babgjyshin tim e kam gjetë çashtu, këto janë fjalët e mushrikëve që i kanë thënë para Islamit. Ne kena gjetë prindërit tanë në këtë fe, në këtë din, në adhurimin e idhujve, statuave, putave. I kemi gjetë kështu, edhe prandaj ka thënë ne vazhdojmë këtë rrugë. Njeriu të cilit Allahu subhanahu wa taala i ka falë vedije, thellësi, aftësi, mendje, ky nuk vepron kështu, thotë ndalu. Valla, është kjo rruga e vërtet apo jo? Ha është kjo që unë ndjej vetin tim i kënaqur, i lumtur, i qetë? Apo unë do të hulumtoj dhe do të lëvizi? Thot Allahu te bareke ve teala, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Vërtet në të ka shenja, argumente për njerëzit që mendojnë. Ku ka? Këtë për rreth teje, këtu çka shikon? Jash ka shikon, fëmijët e tu që ka i shikon, si një medhë dhënë ti për Allah. Kafshën, gjithë shka. Gjithë to, që ka ti shikon, mendon, që ka prek, ka argumente, por këto argumente janë për ata që mendojnë për njerëzit e mendjes. A kemi men? Alhamdulillah, po i shfrytëzojmë shumë pak. A i shfrytëzojmë? Shumë pak i shfrytëzojmë mend. Vetëm hakun mendjes nuk do të mundemi t'japim në ahiret, se hiç se kemi shfrytëzu. Taze. Qysh kemi linë që ashtu të këthjemi të Allah, hiç pa prejk.
Subhanallah, me gjithë atë mundësi që e ka dhënë Allah, që e ka falë robit që të mëson, të shfrytëzon, të din, të përparon, të avanson, mirë jam, thot. Jo, mos më guç, thot. Jo, s'du di më shumë, jo. Kështu mirë jam, thot. Pse? Nuk don e ndjen në veten si ngarkesë nëse mëson më shumë. E ndjen se e ngarkon në veten me përgjegjësi para Allahut nëse e njeh të vërtetën. Dhe nuk dëshiron ta njohë të vërtetën. Dhe dëshiron të mbetet në atë gjendje në të cilën është. Allahu na fal dhe mos na bëj prej tyre. Feja nuk është ngjyra e teshave. E as numri i fjalëve që i themi. Nuk është kjo fe. Nuk është feja që është duket filani, o sa bukur është vesh. Mashallah sa bukur po duket. Shumë, pa çfarë oratorika, çfarë shprehje, ai nuk i ndal fjalët njërin pas tjetër. Nuk është ky dini Allah. Kemi thënë oratori më i madh është shejtani, po mbetet shejtan. Le mos të mashtron oratoria dikujt tjetër. Vallahi 24 orë të folje dhe hiç pandale, dhe çu të folje hiç pandale, njërin pas tjetër. Ti lidhi bëj liçmëri të fjalëve, të bëj poezia 24 orë, hiç. Ma hiç pandale 24 orë kam çat mundësi me të fol. Po nuk është kjo, s'është ky dini. Tham shejtani oratori më po mbetet shejtan, është a lidhen këto fjalë me të vërtetën apo jo? A kanë bëj këto fjalë me të vërtetën apo jo? Se feja islame është lidhja me Allahun. Lidhja me Allahun me zemër të vetëdijshme. Një zemër që i bindet Allahut te bareke ve teala dhe mendje të kthjellat. Dini Allahut subhanahu wa taala dikush që e kupton se ka një Zot një Allah dhe ai i bindet atij dhe i realizon urdhrat e tij. Jo vetëm jemi mësuar tash çka me u knas si musliman se po dukemi mirë, pastrojmë shtëpitë mirë, ham mirë, pim mirë, ham le falim një xhuman i Bayram e u kry puna. Po nuk është ky dini Allahu te bareke ve teala. Kjo është vetëm mashtrim. Vetëm mashtrim dhe që ta zbukuron shejtani ty duke e ndjer veten tënde se më i mirë se ty nuk ka. Subhanallah. Allahu na përmirësoj gjendjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositë e urdhëronte shokët e tij, po gjithashtu edhe neve si umat i tij që ne të mendojmë, të meditojmë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu inda rabbihi sajid. Robi ma afër, këndo dëgjoj këtë fjalë me vëmendje, hapi syt. Robi ma afër Zotit është Zoti i tij kur është në sejdë, dakordohemi apo? Pse? Sepse është momenti ku ai është në pozicionin më të mirë dhe ku ai mendon dhe i drejtohet Allahu subhanahu wa taala me fjalët e tij dhe me nevojat të cilat ai ka. Por jo çdo njeri që qëndron në sejdë, që qëndron gjatë në sejdë, është më afër Allahut. Pse? Edhe munafiki të qëndron në sejdë dhe ka me qëndru gjatë në sejdë me ty. Apo mbetet munafik. Po, njeriu më afër Allahut është kur është në sejdë, cili i devotshmi, i sinqerti, që mediton, që shfrytëzon, që i bindet Allahut te bareke teala. Mirë po, jo çdo kush që qëndron gjatë në sejdë, ai është më afër Allahut te bareke teala, se sa ai që ulet dhe e pyet veten me sinqeritet. A jam unë në rrugën e tij? Se hipokriti qëndron edhe gjysë orë mundet me të nejtë. Më mbetet hipokrit, si bon fajde ati. E ti ulesh vetëm mendon, mediton dhe ja prashton këto pyetje vetë. A jam në rrugën e Allahut? A është kjo rruga e Allahut në të cilën unë heci? Apo në rrugën që më pëlqen, por nuk është e tij? Se jemi tu hecë në një rrugë. Se jemi tu ndalë. Dynja është një proces, pa tjetër me hecë. Ditët a i kalojmë, mujtë a i kalojmë, vitat apo i kalojmë. Pra ne jemi të hecë, jemi të vazhdu. Por a është rruga që e do Allahu, apo është rruga që e do ti? A është rruga që i pëlqen Allahut, apo është rruga që të pëlqen ty? A është rruga që kënaq Allahun, apo është rruga që të kënaq ty? A është rruga që ja bon qefin Allahut, apo ja bon qefin vetit tanë? A është rruga në të cilën dhe për të cilën të ka urdhëruar Allahu, apo është rruga që e don allkit njerëzia dhe u abon qefin atyre? Duhet ta pyesish vetin tanë. Imam Shafiu rahimahullahu taala ka thënë një fjalë. Nuk kam diskutuar me askënd për të dominuar.
për ta mundur, për ta fituar. S'ka qenë kjo qëllimi i ati dhe gjeneratave të para. Ata nëse kanë diskutu me dikë, kanë diskutu se u ka interesuar e vërteta dhe kanë kërkuar, kanë hulumtuar të vërtetën. Kanë bë udhtime me muaj për një hadith, për një fjalë, për një transmetim. Kjo është e vërteta, kjo është haku. Pra sakrificë, mund, i zjete. Pse? Vetëm për ta gjetë të vërtetën. Pra nuk i kanë dhënë përparësi as pak egos nefsit atyre. Nuk i kanë dhënë as pak përparësi gjendjes ekonomike. Sa i kanë dhënë përparësi dijes. Ku është e kundërta sot, japim çaq shumë rëndësi gjendjes ekonomike, normal, pares, dynjas, por anën shpirtërore e kemi humbur, e kemi kalbur, e kemi shkel. Dhe prandaj kemi humbur ndjenjat. Për shkak se jemi të vepru pa mendu, pa meditu. Ata në fillim hulumtonin, mendonin dhe pastaj vepronin. Ne sot veprojmë vetëm kur na dale puna berbat, ma fut o çka ndodhi. Po të ndodhi se e bën e pa mendu, e bën e pa analizu, e bën e pa hulumtim, pa konsultim. Konsultoshi a bën, as bën, a është e mirë, është e keq. Jo, hajde, ram, bam, bam, au çka ndodhi. Po do ndodhi çka ndodhi, normal. Kështu kush vepron ma boni Allah? Kështu veprojnë kafshët. Nuk logjikon kafsha. Ama njeriu, ata mendonin, ata udhtonin, ata vunin vetëm për ta gjetur të vërtetën. Thot nuk kam diskutuar me askënd për ta dominu, por vetëm për ta arritur tek e vërteta. Edhe nëse ajo dilte nga gjuha e tij, unë atë pranojsha. Ajo ishte të cilën unë e pranoja. Edhe pse ka diskutuar, ndoshta nuk është pajtuar me mendimet e tij, po ma fund e ka vërejt se e vërteta e dole prej gojës të ati, kjo është ajo, e marri unë këtë. Si ka interesu, se kanë jetu për dë vërtetën, kanë jetu për hakun, se kanë ditë për mes vërtetës, mundin jetën të jetojnë me lumturi, harmoni, me qetësi, dhe të shpëtojnë vetin e tyre në ahiret në botën tjetër. Ku jemi ne nga këto fjalë, fjalët e Imam Shafiut, rahimullahu ta'ala? Ne, a duam të dim të vërtetën? Apo duam vetëm të kemi të drejtë? Ka dallim, Ka dallim, dua ta di të vërtetën dhe dua që të kem të drejtë. Hajde që dëshiron të ketë të drejtë, ati nuk i intereson e vërteta. Më rëndësishme është që të dëgjohet fjala e tij dhe ai të jetë me hak, dhe të tjerët e kanë gabim, çdo herë. Po ati të cilit i intereson e vërteta, nuk i intereson se ka gabu. Ai vrapon garen mas të vërtetës dhe e merr të vërtetën. Gabimet e tij i lën anësh. Ne për ta mbajtur vetin tonë në të drejtë, ne jemi fort lidhur, kapemi për gabimet tona, vetëm e vetëm që unë e kam të drejtë, e jo ti. Ibn Taymi rahimahullahu taala ka thënë: "Men tekelleme fi dini bila ilmin, faqad kadhaba ala Allah tebareke ve taala." Kush flet për fen e Allah tebareke ve taala pa dije, ai ka gënjur ndaj Allahut azza wa jall. Ai ka gënjur kush flet në dinin Allahut pa dije. Qish mundemi ne të flasim me dije nëse nuk studiojmë? Qish mundemi të flasim me dije, me dituri nëse ne nuk hulumtojmë, nëse ne nuk mendojmë, nëse ne nuk tregojmë interes për dituri? Por nëse ne flasim se ta shikeni parasysh, filloa, po edhe pite gjalla, po edhe pite gjemati. Tash gjemati, mashallah, Allahu me barike, për merak. Shans nuk ka lënë hoxhës ta nxjerrë shkrunin e parë. Hoxhës i parashtoi pyetja, xhamatlia përgjigjet me njerë. S'ka nevojë hoxha të lodhet ma. Se krejt fetvajet ma xhamati i din. Krejt fetvajet. Ma vetëm namaz sabajt s'u çohet xhamati. Vetëm e kanë vështirë për namaz sabajt. A përndryshe, krejt fetvajet i din xhamati. Për sabah nuk munden me uzhue, kanë pak vështirë. Se është një peshë mbi trupet e tyre, një organ 2 kilo, e nuk munden me largu. Ama për fetvajet, që peshojnë ahiretin, që peshojnë gjenetin dhe gjenemin, atë e ka, e mban qatë peshë, edhe shumë kolaj tja përgjigjet, edhe nuk lodhet. Ka thanë, kush flet për fejnë, Allah te barektaala pa dije, ka gënjur ndaj Allahut, wa men amile bi ghayri ilmin faqad dhalla an sabilillah. Dhe kush punon pa dije, pa dituri, ka devijuar nga rruga e vërtetë. Kush punon pa dituri, ka devijuar nga rruga e vërtetë. Sa gabime kemi bërë dhe i bëjmë? Po njeriu është gabimtar. Po. Por është shumë keq kur ti gabimet i bën dhe nuk interesohesh për dituri dhe nuk interesohesh se si është e vërteta, dhe se ti punë ti bën verbrazi.
Edhe masi ti bësh krejt punë, pastaj, hoxha bon, po ti kryte punët. Po ne e thash të dve sa bon, po pse s'unë vete para se ta bësh punën? Pse unë vete, masi që kryte punën? Po ku të be harova? Jo, nuk harove. Nuk të konvenonte. Nuk të konvenonte. Kime ngarku vetin tonë, kemi stërgarku me gjithë harame të këqijet, dhe pastaj për ta justifikuar vetin tonë para hoxhës, se para Allahit nuk mundesh me justifiku, dhe me justifiku vetin tonë para xhamatit, parashton një pyetje për një gabim ose 10 gabimet që ke bërë me qëllim, edhe po nuk e dita. Ai që nuk din pyet, ai pyet para kohë, e kështu ishin të parët, edhe ne që kështu duhet të jemi si ata. Ne duhet të ndjekim rrugën e tyre për të qenë shpëtuar këtë botë dhe botën tjetër. Nuk është feja vëllezër ajo që ne ndjekim verbërisht. Nuk është afrim dhe Allahu te bareke ve teala veprimi që nuk mbështetet në argument. Edhe devotshmëria pa dije është devijim. Si devotshmëria pa dije është devijim? Ka mundësi njeriu të jetë i devotshëm për të jetë i devijuar? Po. Si? A dini për sa prej sufive qajnë bivaret e vlijave të atyre duke i adhuruar të vdekurit? U rënqetë të trupat e tyre kur i rëndisin fjalët dhe poezin bivaret e vlijave të cilat ata i adhurojnë posë Allahu te bareke ve teala. Dhe shumë të devotshët në adhurimin e tyre. Por nuk i bon dobi fajde kjo devotshmëri, por është e kundërta, ky do të ndëshkohet waliadhu billah për shkak të shirkut, politeizmit që ja bon Allahu te bareke ve teala. Ka thënë Hasan el-Basri rahimahullah, njerëzit e kuptimit gjithmonë e kanë konsideruar mendimin qelës të çdo të mire. Njerëzit që kanë kuptuar sendet, njerëzit që kuptojnë gjërat, që mendojnë mirë, ta njerëz çdo herë mendimin e kanë konsideruar qelës të çdo gjëje të mirë. Pse? Rezultatet kime i pasi pas asaj që ti ke mendu. Po nëse më dele kundër të asaj që ka mendu dhe ka marrë shkak mu se bepin, rezultatet vinë pra nështë Allahu te bareke ve teala. Por ti, nëse dëshon të jesh i suksesshëm në jetën tënde, dhe të kesh fryte, që veprat e tua të jenë frytdhënëse, dhe të shikosh rezultate pozitive pas realizimit të veprave, punëve të cilat ti i bën, ndalu pak mendo. Ndalu be mendo. Po tash e kam ChatGPT, hiç mendim nuk duhet. ChatGPT, a është e mirë buka? Jo, të duhet me ishtu edhe pak fasec. ChatGPT, a është mangja e mirë? Ku jemi të shku? A është mangja e mirë? Si po më duket, po jemi mungon edhe pak zejtin. ChatGPT, a janë këto gumat mira për veturën time, apo? Jemi të edhan mendjen këtë nimet dhunti begati që Allah në ka falë, jemi të edhan me qira, edhe jemi të ubo robota. Duke pasur mundësin të mendojmë, të ndalemi, të ndijem atë kënaqësinë e mendimit, meditimit, e hulumtimit, dhe se feja nuk është të ndjek që i bon aj, që ka bon aj. Për mos me aprish të shqefin unë e turmës, ka me ndjeka që e bojnë turma ose shoqëria. Nuk shkon ashtu. Ti je umet edhe nëse je vetëm, si që ishte Ibrahim a.s. Ty të intereson e vërteta, nuk të intereson që ka bojnë turma, që ka bojnë njerëzit. A është e vërteta ju apo jo? Për dyshe, si përfunduim, vëllezër, të ndalemi pagës edhe të thumi, sepse nuk është turp të thumi, nuk e di. Për gjërat të cilët ne nuk i dim. Nuk është dobësi ta kërkojmë të vërtetën. Turp është ne të jetojmë një jetë e gjithë e tëra jetë me gabime. Kjo është turp. Ta kërkoj të vërtetën nuk është turp. Vetëm, pse ta jetoj vetën nga gabime ta jetën, nga friga, pse që mos mendojnë të tjerët ndryshe. Pse ose ndryshe, që mos u aprish i qefin une, ose qetësin turmës. Pra, mos u ajep verbërisht të tjerve. Mos e shit mendjen tënde. Për me po që mos të aprish i qetësin të tjerve. Që mos të aprish qetësin që bojrë, mboni që ka të duni. Jo more, Allah të ka falë akëll, të ka falë mendje, o njëri i mendjes. O njëri që ke mundësin të mendojsh dhe vetin tanë të shpëtojsh. Zemra jote është pasuri. Mendje jote është dhurat. Pra mos u ajeb verbërisht të tjerve të ti kësh përdorin këto nimet e dhuntit të cilët i ka falur Allahu te bareke ve teala.
Wa ma yastawi al-a'ma wal basir, thot Allah subhanahu wa taala, nuk janë të barabartë i verbëri dhe ai që shikon. Bëhu për atyre që shohin, mos u bëhe i verbër, mos paso verbërisht, qoftë rruga e gjatë, qoftë rruga e vetmuar, e vërteta ja vlen, sepse përmes të vërtetës shpëton këtë botë dhe shpëton në botën tjetër. Lut Allahu subhanahu wa taala që na bëjë ata të cilët do ta ndjekim të vërtetën, do ta kërkojmë të vërtetën, do të interesohemi për të vërtetën, që kjo vërtetë jetë shkak për shpëtimin ton nga fitnë, nga trumbullirat, nga rrugët e gabuara të përzierën këtë botë dhe nga dënimi i Allahut te barekuta në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.